Flasim për raste konkrete atë që po bën bujt madhe përse përket një aktiviteti muzikor që po organizon Noizi, ose njohur me emrin e tij të vërtet, Rigelis Rajku, duke ditur dhe njohur tashmë pasi ka dalë publikisht për marrëdhënien e tij që ka pasur me kryetarin e Bashkisë Tiranës dhe në fushat që doli publikisht edhe në mbështetje të Edi Ramës, i është dhënë një hapësirë e konsiderueshme prej 42.000 metrash katror për ta shfrytzuar dhe për të risjellë diçka artistike, një koncert artistik, kind of music, do të vinë artistë të ndryshëm të famës botërore që do të performojnë këtu në Shqipëri dhe kjo është diçka shumë pozitive. Mbasi ai mori, ropi, volli, grabiti, i bëri edhe këto ai, po aman kishte edhe një pjesë e madhe e popullit që e votoi dhe të kënaqur deri në ekstaz. Ka filluar dekadenca e vërtet. Në kulmin e fitoreve të këtyre njerëzve të quajtur klan,